Okej, përshëndetje zonja dhe zotri, sot e kemi plan pika të shkurtë më ju tregu se si bëhet iPhone-i jailbreak edhe mbas asaj si bëhet telefoni, si zhbllokohet telefoni me i fjalë. Okej, po fillojmë me procesin mos t'hupim kohë. Thjesht çka keni me bë, keni me kap telefonin në dorë, keni me hap telefonin. Nuk keni me pas nevojë as për kompjuter as për me bë download as kur gjë, do me thonë thjesht vetëm me telefon bëhet kjo gjë. Për ata që e keni internetin në telefon, për ata që nuk e keni internetin në telefon, atëherë duhet me bë me kompjuter ju. Po për ju që e keni telefonin, internetin në telefon, atëherë ju jeni në rregull, do me thonë vetëm për cillën me vëmendje se si bëhen gjanat edhe ju keni me bë mrena 4-5 minutave keni me bë këto gjana. Kështu që tani thjesht e hapni telefonin edhe lypni internetin. Te unë është interneti gjendet te Safari. Për gjithë ata që jetojnë në Amerikë, kështu e kanë duket Safari, nuk jam i sigurt tani për iPhone-at që gjenden në Evropë apo çapo di unë. Po këto si ta gjeni këtë Safari të internetit, atëherë thjesht e trysni Safarin. Edhe sa të mushët kjo faqja e Safarit. Ok, tani si që shifni këtu unë i kam dy rubrika për me bo search, e kam të Google-ës edhe e kam këtë tjetrën të Safarit. Unë tani po shkoj të kjo e Safarit edhe po e bojmë search jailbreak me. Ok, si që shifni këtu, duhet ta shkruni exactly që që shkruva edhe une, jailbreakme.com. Sa të shkruni këto jailbreakme.com, keni me pa poshtë këtu ju qelet një website edhe e trusën këtë website-in. Futëm të këtë website-i tani. Ok, sa të futëm të këj website, do me thonë kështu duket këj website tani. Thjesht është jailbreak me. Mu më thot tani kështu version too high, too new me të vërtet. Arsyeja pse mu më thot kështu, se unë e kam 4.2.1, kështu që për mu nuk vlen këj website për me zhbllokue, se e kam version këtë 3 tani këto iTunes, po për ju që e keni 4.0.1 e te poshtë, atër ju jeni në rregull me përdor këtë website me i fjalë. Sa të dini që e keni 4.0.2 e poshtë, e dini se jeni në rregull me shty këto, atër shkojna poshtë, e shofim këtë që gjetëm këtu, edhe këtu thjesht thot slide to jailbreak, e kap këtë që gjetëm, e shty këtë që gjetëm, edhe sa të shtysh këtë që gjetëm, do me thonë procesi për më bë jailbreak fillon. Ju hapët një faqe tjetër atëherë me një search kështu viz, e cila shkon duke u mush, ko me zgjatë dikon 1 minut, 2 deri në 3 jo ma shumë, edhe gjatë kohës kam u bë install edhe një program që kam u fut në telefon t'juve cila quhet Syndia. Do me thonë gjithë qysh duhet me pas ato Syndian për me bë telefonin, për me zhblloku telefonin. Ok, në rregull, nëse do me thonë e keni trus këto, e keni kry me këtë program, u bo install kjo, atëherë jeni në rregull. Dalëm prej këtuit. Sa dalëm prej këtuit, keni me lyp këtë programin këtu si thot Syndia. Edhe tani, sa të gjoni këto Syndia, e trusni këto Syndia. Ok, futit e Syndia. Sa të futit e Syndia, shkoni te krejt poshtë këtu, do me thonë e para fundit, e cila quhet manage, edhe ka këtë formën e librit, e trusni manage, shkoni te manage edhe këtu e keni packages, sources edhe storage. Ne duhet mu fut te kjo mesmja e cila thot sources. Futëm aty, edhe sa të futëm këtu, do me thonë
është ky programi që ta zhbllokon telefonin. Kjo quhet repo666.ultrasnow.com. Nëse nuk e shihni këton telefon t'juv, nuk e keni këton telefon t'juv, por me instalu këtë program, shkoni tani këtu sipër e cila thot edit, e trusni edit, sa të trusni edit, pastaj nonën e kundërt, non shmajt e trusni add. Edhe sa të trusni add, pastaj hapet kjo faqja me këtë rubrikën këtu. Këtu kena me shkru në tash repo666.ultrasnow.com. Okej, ku shkona për shkrujna repo6 Okej, si që shifni ultra SN, pasaj vjen oja, por ky çuni që e ka bo këtë programi nuk e ka bo me o, po thjesht e ka bo me 0, me numrin 0, kështu që ta keni parasysh edhe ju ta bëni 0, edhe kthejem tani te shkrimi, e bojna w, pik, com, edhe ja qesëm këtë vizën në fund. Si thojmë se vizus nuk e di. Edhe kështu tani e kena repo666.ultrasnow me 0 .com edhe viza në fund. Sa të shkrujmë ato komplet ashtu si që e shkruva une, atër kena me trus këtë poshtë këtu ku thot add source. Tani une nuk po e trusi add source, se une e kam këtë source, do me thonë po e bëj cancel tani, po ju e bëni add source, edhe fillon do me thonë e bëni add. Edhe sa të bëni add në sendja atëre të aty ku u futëm na të sources, do me thonë keni me pas këto repo666. Edhe sa të shifni këto në telefon t'juv, atëre trusni repo666, me se të bëj donën aty njerë. E trusni repo666. Edhe sa të trusni këto, keni me po këtë programi tjetër i cili është vetëm ultrasnow. Do më thonë kjo gjindet në repo666, arsyeja që e bëm ato install është puna e kësajna. Edhe sa të shifni këtu, unë e kam këto me mark, kështu që unë e kam këto të instalume, por ju nuk keni me pas, atëherë keni me trus këto, për me bëj install këto, keni me trus ato. Edhe këtu tani me shkruan kjo, cilat telefona i zhbllokon, do me thonë iPhone 4, 3G, 3GS. Do me thonë këta i bën i zhbllokon. Edhe këtu sipër mu më shkru modify, do me thonë se unë e kam këtë program, por juve kom ju shkru install, edhe ju keni me trus ato install. Sa të trusni ato install, nëse unë e po bëj cancel këto. Sa të trusni ato install, atër ju hapët një faqe tjetër e cila thot confirm, do me thonë me bo confirm, se mu shumë telefoni, e bëni confirm, sa të bëni confirm, atëherë kom e fillu edhe kjo mu bo install. Sa të bëhet kjo install, do me thonë, edhe telefoni mu zgabofsha ku mu bo restart telefoni. Sa të bëhet telefoni restart, ju do me thonë e keni telefonin zhbllokum. Edhe thjesht ma herët e bom telefoni jailbreak, tani e bom telefoni zhbllokum, edhe jeni të kompletuar, keni telefonin edhe jailbreak edhe keni telefonin zhbllokum. I pas në një 30 sekonda musham ju tregue për atë numrin, nëse nuk e dini se çfarë numri ka telefoni juv, futi te settings. Sa të futi te settings, hajde hapu ma shpejt. Sa të futi te settings, pastaj e trusëm general. Sa të trusëm general, pastaj kena me trus about.
Edhe sa të trusëm about, shkoni poshtë deri te version set e Gjoni version edhe e shihni këtu poshtë ku thot te unë thot 4.2.1 edhe ju ashtu e gjeni në telefon t'ju se çfarë numri keni. Edhe nëse keni 4.0.1 do më thonë jeni në rregull me përdor këtë program, edhe nëse keni 3. çka po dijone prap jeni në rregull. Kështu që kjo është ai programi i cili edhe ju bën telefonin jailbreak edhe ju zbllokon telefonin. Nëse keni ndonjë pyetje, nëse keni ndonjë problem, lirisht më lëni comment edhe sa të më ndihmu me ato që e di atëherë ju ndihmoj gjithçysh. E nëse kalofshi bukur e good luck me program.